Në transmetimin e radhës së emisionit Hea me drejtuese gazetare Laureta Petoshati, tema që u trajtua ishte Ramazani, muaji i mëshirës dhe i devotshmërisë. Të ftuar ishin Arjan Ymeraj, imam i xhamisë së Plumbit në Vlorë, si dhe Ajredin Dizdari, ligjërues në Myftinin e Vlorës. Në emision u theksua se Ramazani është një urdhër dhe vullnet i Zotit, dhe agjërimi në këtë muaj është një prej 5 shtyllave të Islamit dhe një detyrim nga Allahu për besimtarët, siç përmendet në Kur'an. Të dy të ftuarit thanë se Ramazani është një periudhë e shenjtë e caktuar nga Zoti për adhurim dhe të përmirësim si dhe afrimitet me të. Sipas teologut Ajredin Dizdari, agjërimi sill shumë të mira për besimtarin, si nga aspekti shpirtëror ashtu edhe nga ai shëndetësor dhe social. Përfitimet shpirtërore janë afrimi me Zotin, kontrollimi i dëshirave dhe pastrimi nga mëkatet, durimi dhe vetë disiplina për të përballuar vështirësitë, si dhe për të përmirësuar karakterin. Ndërsa nga përfitimet shëndetësore më kryesorja sipas tij janë detoksifikimi i trupit, sepse agjërimi ndihmon trupin të largojë toksinat dhe pastrohet, përmirëson metabolizmin, ul rrezikun e sëmundjeve, madje edhe të kancerit sipas studimeve, pasi trupi nga mosngrënia ha vetveten dhe rigjeneron qelizat e reja. Ndërsa imami Arjan Ymeraj foli mbi përfitimet sociale e mbi të gjitha mbi forcimin e lidhjeve familjare si dhe komunitare, pasi gjatë Ramazanit njerëzit afrohen më shumë përmes lutjeve dhe iftareve të përbashkëta. Madje sipas tij agjërimi ndihmon edhe në forcimin e moralit dhe të sjelljeve të mira në shoqëri. Nga ligjëruesi Ajredin Dizdari u tha se agjërimi nuk është vetëm një akt fetar, por edhe një praktik që përmirëson jetën në shumë aspekte dhe në një botë ku shturja, pirja e alkoolit dhe drogës është evidente dhe ai ndihmon në rinin të kuptojë dhe të përqafojë vlerat e vërteta të këtij muaji duke hequr dorë nga këto vese. Në sajt të pyetjeve të drejtueses Laureta Petoshati u fol edhe për dijen, pasi fjala e parë shpallur në Kur'an ishte lexo. Ndaj edhe dy të ftuarit thanë se mësimet e Kur'anit dhe haditheve nxitën kërkimin e dijes në shumë mënyra, duke e bërë atë një detyrim shpirtëror dhe një vlerë thelbësore të çdo besimtari. Në emision u fol edhe për zekatin, një detyrim fetar, që është 2.5% e pasurisë së grumbulluar gjatë të gjithë vitit dhe u jepet të varfërve si lëmoshe detyrueshme. Emisioni Hea me drejtuesen gazetare Laureta Petoshati kthehet përsëri të shtunën me të tjera tema.